A e kuptoni ju se qa po bëhet midis Shqipërisë dhe Kosovës të kohët e fundit apo se kuptoni më? Më kujtohet para disa vitesh kur isha në Itali dhe më bëdhe përshtypje që këto banorët që jetonin si për Milanos në veri shkonin e bënin atë pazarin e fundjavës në Zvicër, shkonin mushti makinën, bagazhin plot me ushqime dhe tënën ishin në shtëpi. Nuk e di a keni vënë re apo jo, po këto kohët e fundit gjithë Shqipëria po shkon po bën pazar në Kosovë. Isha dhe vetë para disa javësh me punën. Dhe ke parasysh ne jemi çuna, nuk ose i shohim shumë çmimet, themi sa lek bën, na kthe kusurin, na fusim xhep dhe vazhdojmë jetën. Sa radhi që isha për punë, ishte shoferi im dhe kishte shku me blej paket, e një 2 çokolada se më mirë. Dhe kur erdhi vjen dhe më thotë, "O bes, shivi herë sa lirë ishte këtu më burr." Më ka bërë 2 euro e pak paketa dhe si qa mora këto gjërat e tjera. Unë normal nuk më besu. I thash, mos ka qenë tapa i çunit e marketit, se s'ka mundësi kaq lira, kupton se ishte edhe ora 12:01 e natës. Kështu që besoj keni pa njerëz që vinë dhe thonë isha këtu në Kosovë, nga i drejt, sa bukur, sa mirë, sa lirë. Inshallah nuk e shef shteti këtë video. Inshallah ka shumë punë dhe nuk ri këtu në TikTok, që të shohi këtë video dhe t'i shkojnë mendje që na vej dogan se na piu e zeza pastaj. Kaq për sot, shihemi nesër prapë.